Mjeku i jep urdhër, mos u lani çdo ditë sepse këto janë dëmet. Ka nga ata njerëz që larjen çdo ditë e kanë bërë pjesë të rutinës. Nëse nuk bëni pjesë tek ky grup, mos u ndjeni të turpëruar. Sipas një studimi të ri, larja e shpeshtë shkakton më shumë dëme se sa dobi. Sipas ekspertëve, sipas Qendrës Shkencore të Gjenetikës tek Universiteti Utah në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, larja shpesh mund të dëmtojë mikroorganizmat, bakteret dhe gjithashtu viruset, të cilat gjenden në trupin e njeriut. Këto mikroorganizma janë njëkohësisht të shëndetshme për shëndetin dhe njëkohësisht sipas ekspertëve përçarja e ekosistemeve mikrobiale mundet që të ketë pasoja në sistemin imunitar të tretjes, madje edhe në zemër.